Gjesti i mbushur me një ton ironi i afrohet Loredanës dhe Jozit, duke i parë me një shikim të mbushur me përçmim. Ai nuk mund të rezistojë dhe ndalet për të bërë një shaka të mprejtë që tregon për shpërfilljen që ndjen ndaj të dyve. Po, Joz, a e di ti? Fillon Gjesti duke folur me një ton tallës. Loredana, këtu e kishte puthur Gjestin, dhe tani sikur asgjë nuk ka ndodhur, vjen dhe të puth ty e di, ndoshta ajo mendon se mund të bëjë gjithçka dhe të kaloj pa pasoja. E di ajo nuk ka as tru fare, thjesht ndjek instinktet e saj. Loredana, e shokuar nga fjalët e tij, e shikon me sy të hapur, duke u përpjekur të kuptojë si mund të ofendojë dikush në këtë mënyrë. Ajo fërkon fytyrën me dorë dhe përpiqet të ruajë qetësinë. Ti po flet si një idiot, i thot ajo, duke u munduar të kontrollojë zemërimin. Unë nuk kam asgjë për të diskutuar me ty, Gjesti. Çfarë thua ti nuk ka asnjë kuptim. Joz, i cili po qëndronte pas dhe nuk kishte ndërhyrë deri tani, duket i ngatëruar nga situata. Ai e sheh Loredanën dhe më pas Gjestin, duke u përpjekur të kuptojë çfarë ka ndodhur. Po çfarë ndodhi këtu tani? Gjesti, nuk ke të drejtë ta akuzosh Loredanën kështu, thot ai, për të sqaruar situatën dhe për të mbajtur paqen mes tyre. Gjesti, duke qeshur sarkastikisht, nuk e lë të kaloj momentin. Akuzoj? Jo, Joz, nuk po akuzoj asgjë. Po thjesht po e them të vërtetën. E di, Loredana mund të bëjë çdo gjë që i pëlqen, dhe në fund do të vijë dhe do të pretendojë se nuk ka ndodhur asgjë. Po, është si një lojë për të. Loredana, e cila tani është më e acaruar, i kthen një shikim të egër dhe i thot, mjaft. Ndal. Nuk kam asgjë për të thënë për ty, ke të i kaluar çdo kufi. Gjesti, me një buzëqeshje të ngurtë dhe pa hezitim, largohet duke lënë prapa një atmosferë të ngarkuar me tension. Pjesa tjetër e banorëve po i ndjekin të gjithë me sy, të hutuar nga kjo konfrontim që po zhvillohej përpara syve të tyre. Gjesti, i nervozuar dhe me një shikim sfidues, i afrohet Loredanës, duke e parë drejt në sy. Ai nuk ka ndërmend ta lërë këtë bisedë pezull dhe kërkon një përgjigje të qartë prej saj. Loredana, si është puna me ty? I thot ai me një ton të prerë. Ti ke puthur mua, kundërshtarin e Jozit, dhe pastaj vazhdon të rish e lidhur me të, sikur asgjë nuk ka ndodhur. Si funksionon kjo sipas teje? Loredana, e befasuar nga mënyra se si ai e ka nisur këtë debat, i kthen një shikim të ftohtë. Ajo e merr një moment për të menduar, por nuk e lë Gjestin të ketë e përsinë në këtë situatë. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo me një ton të qetë, por të vendosur. Ajo që ndodhi mes nesh ishte një moment. Nuk do të thot asgjë për mua. Unë dhe Jozi kemi një lidhje, dhe pavarësisht çdo gjëje, unë jam me të. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën. Ah, një moment thua? Një moment i vogël dhe i parëndësishëm? Po atëherë pse e bëre? Pse erdhe tek unë? Apo thjesht të pëlqen të luash në të dyja anët? Loredana e ngushton shikimin dhe hidhërohet. Mos më flit me atë ton, Gjesti. Nuk po luaj me askën. Unë e di shumë mirë çfarë dua dhe ku qëndroj. Ti e interpreton gjithçka si të duash, por e vërteta është ndryshe. Gjesti afron fytyrën edhe më shumë pranë saj, duke u përpjekur ta detyrojë të pranojë atë që ai mendon se është e vërteta. Nëse e di çfarë do, atëherë pse nuk e tregon me veprime? Pse vepron në një mënyrë dhe pastaj thua diçka tjetër? Mos mendo se unë nuk e shoh çfarë po bën. Loredana mban qëndrimin e saj dhe nuk tërhiqet. Ti nuk e di asgjë për mua, Gjesti. Mos e shtrembëro të vërtetën për të më nxjerrë mua keq. Unë e di mirë çfarë kam bërë dhe nuk I jap llogari askujt, aq më pak ty. Debati bëhet edhe më I tensionuar, ndërsa të tjerët në shtëpi fillojnë t'i ndjekin me vëmendje. Tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë, dhe duket se kjo përplasje nuk do të mbarojë këtu. Loredana, e irrituar dhe me një ton të ashpër, I afrohet Gjestit duke e shikuar drejt në sy, e vendosur për të mos e lënë të kalojë lehtë këtë situatë. Gjesti, më thuaj një gjë, çfarë po bën tani? Sepse më duket sikur po luan një lojë të dy fisht. I thot ajo me një shikim të mprehtë, duke kryqëzuar duart para trupit.
Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por Loredana nuk e lë të flasë. Ti ke bërë vetëm shaka dhe tallje me Eglin gjatë gjithë kohës. E ke hedhur poshtë, e ke lënë të ndihet keq dhe tani, papritur, e afron përsëri? Si funksionon kjo sipas teje? Vazhdon ajo, duke ngritur zërin. Gjesti merr frym thellë dhe mundohet të mbrohet. Loredana, nuk është ashtu siç po e sheh ti unë thjesht. Jo, mos fillo tani me justifikime. E ndërpret ajo menjëherë. E ke lënë të vuaj, e ke bërë të ndihet keq para të gjithëve, e ke trajtuar sikur nuk kishte rëndësi për ty. Dhe tani, kur të duhet përsëri, e afron sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo është hipokrizi, Gjesti. Gjesti tund kokën dhe flet me një ton më të qetë. Unë nuk po përpiqem ta lëndoj askënd, Loredana. Kam reflektuar mbi disa gjëra dhe kam kuptuar që ndoshta nuk kam vepruar gjithmonë siç duhet. Loredana qesh me ironi. Reflektuar? Seriozisht? Tani të erdhi reflektimi? Pasi e poshtërove, pasi e bëre të ndihet si një budallaqe, pasi i tregove të gjithëve se nuk të interesonte fare. Dhe tani papritur të ka ardhur ndërgjegjja? Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin me vëmendje, ndërsa tensioni mes tyre rritet. Gjesti duket se po përpiqet të ruajë qetësinë, por Loredana nuk ka ndërmend të ndalet. Ti je njeri që përdor njerëzit, Gjesti. Të pëlqen vëmendja, të pëlqen loja, por harrove që këtu nuk jemi lodra të tua. Egli meriton më shumë se kaq. Përfundon ajo, duke e shikuar me një shprehje zhgënjimi. Gjesti rri për një moment në heshtje, sikur po përpiqet të gjejë fjalët e duhura për t'u përgjigjur. Por është e qartë se debati nuk do të mbyllet kaq lehtë dhe se ky konflikt do të vazhdojë të trazojë atmosferën brenda shtëpisë. Egli dhe Rozana ndodhen në kuzhinë, ku tensioni mes tyre është rritur ndjeshëm. Egli, me një shikim të ashpër dhe duart e kryqëzuara, e vështron Rozanën me zhgënjim. Ajo merr frym thellë dhe tund kokën, sikur mezi po përmbahet. Rozana, çfarë po ndodh me ty? Deri dje ishe gjithë kohës pas Gjestit, e tani, si me magji, je kundër tij? Si ka mundësi që e ke prerë në bes kaq lehtë? I thot Egli me ton të lartë, duke akuzuar hapur për ndryshimin e saj të papritur. Rozana, e cila po lante disa enë, i lëshon menjëherë në lavaman dhe e shikon me nervozizëm. Egli, nuk më intereson se çfarë mendon ti. Unë s'jam pas askujt dhe bëj atë që dua. Gjestin e kam parë mirë tani dhe e kam kuptuar se çfarë lloj njeriu është. Egli afron edhe më shumë, duke tundur kokën me ironi. Ah, po, e kuptove tani, pas kaq kohësh? Deri dje i bëje të gjitha qejfet, i rrije nga pas, e mbroje dhe tani i papritur qen ka njeriu më i keq? Më fal, por kjo duket hipokrizi. Rozana e vendos dorën në bel dhe e shikon drejtë në sy. Po, Egli, e kam kuptuar. Nuk e di pse po të djeg kaq shumë kjo gjë. Ndoshta sepse je mësuar që të tjerët të jenë gjithmonë për Gjestit, apo jo? Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Jo, më djeg sepse ti nuk je e sinqert. Ti nuk po e sulmon Gjestin sepse ke kuptuar diçka të re për të, por sepse tani të leverdis të jesh kundër tij. Ti thjesht ndjek rrjedhën e lojës, Rozana. Rozana e mbledh veten dhe i afrohet. Po edhe si kur ta bëja për lojë, ç'të duhet ty? Nuk të kam borxh asgjë. Nuk jam këtu për të kënaqur as ty, as Gjestin. Egli e shikon edhe më e acaruar. Nuk është puna për mua. Është puna që ti je një njeri që ndërosh anë sa herë të leverdis. Sot je me njërin, nesër me tjetrin. Dhe e di çfarë? S'kam më besim tek ti. Banorët e tjerë, të cilët po i dëgjojnë nga dhoma e ndenjes, fillojnë të përshpëritin mes tyre, duke kuptuar që ky debat po bëhet gjithnjë më serioz. Rozana dhe Egli vazhdojnë ta shikojnë njëri tjetrin me inat, duke e bërë të qartë se mes tyre nuk ka më misi. Jozi dhe Gjesti ndodhen në mes të oborrit të shtëpisë, të rrethuar nga banorët e tjerë që po i vëzhgojnë me kurreshtje. Situata duket e tensionuar, pasi Jozi, i acaruar, i drejtohet Gjesti me një ton të ashpër dhe të vendosur. Ti je një tradhtar, Gjesti. Nuk e di si mund të jesh kaq i pabes.
thot ai me nervozizëm, duke bërë një hap përpara drejt tij. Gjesti i qetë dhe me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, e shikon me një shprehje lozonjare. Nuk duket as pak i prekur nga fjalët e Jozit, madje e sheh si një debat të parëndësishëm. Ai qesh lehtë dhe tund kokën, duke u mbështetur pas divanit. Po mirë, Jozi, pse je kaq i mërzitur? Çfarë të kam bërë unë ty? I thot ai me një ton të butë, sikur po tallet. Jozi mërzitet edhe më shumë nga qëndrimi i tij dhe i afrohet edhe më tepër. Mos u bëj sikur nuk di gjë. E di shumë mirë se për çfarë po flas. Ti ke tradhtuar njerëzit që të kanë besuar dhe pastaj sillesh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti buzëqesh edhe më shumë dhe i thot me qetësi, Jozi, të betohem që nuk e kam idenë për çfarë po flet. Më shpjego pak më mirë, se ndoshta kam humbur diçka. Kjo përgjigje e acaron akoma më shumë Jozin, i cili tashmë e ndjen sikur gjesti po e provokon me qëllim. Mos bëj sikur nuk kupton. Ti e di shumë mirë. Je tradhtar dhe nuk ke as pak besnikëri. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë me kurreshtje dhe të murmurisnin mes tyre. Ata po presin që gjesti të reagojë ose të kundërshtojë, por ai, si gjithmonë, e ruan qetësinë e tij dhe vazhdon të qeshë. Pse je kaq i inatosur, Jozi? Po të them të qetësohesh. Nuk ja vlen të acarohesh për asgjë, i thot ai, duke u ngritur më në fund në këmbë dhe duke i vënë dorën lehtë në shpatull. Jozi e largon dorën e tij menjëherë. Mos më prek. Nuk dua të kem asnjë lidhje me një njeri si ti. Gjesti qesh sërish dhe kthen shikimin nga banorët e tjerë. E shihni? Ai po acarohet kot, ndërsa unë po rri i qetë. Ndoshta unë jam tradhtar, por të paktën nuk acarohem për gjëra të vogla. Kjo përgjigje shkakton të qeshura mes disa banorëve të tjerë, ndërsa Jozi, i irrituar, largohet nga aty duke tundur kokën. Nuk ja vlen të debatosh me ty, Gjesti. Ti je njeri i pa ndjenja. Gjesti, duke qeshur, ulet përsëri dhe vazhdon të shijojë momentin, duke treguar edhe një herë se nuk e lejon askënd ta nxjerrë nga vetja. Gjesti dhe Jozi ndodhen në oborin e shtëpisë, të rrethuar nga disa prej banorëve të tjerë që po bisedojnë mes tyre. Atmosfera duket e qetë, por Gjesti, si gjithmonë, nuk mund të rrijë pa bërë ndonjë ngacmim. Ai e shikon Jozin, i cili është ulur në një karrige duke pushuar, dhe i afrohet me një buzëqeshje ironike. Hej, Jozi, si është puna me ty? Kam vënë re që po kalon më shumë kohë duke fryrë muskujt para pasqyrës se sa duke menduar për lojën. I thot ai duke qeshur, ndërsa banorët e tjerë e shikojnë me kurreshtje. Jozi e ngre kokën dhe e shikon me një vështrim të habitur. Qa po thua, Gjesti? I përgjigjet ai, duke mos e marrë shumë seriozisht. Gjesti vazhdon ta provokojë, duke e shikuar me ironi nga kokat e këmbët. Po ja, thjesht po mendoja duket sikur ke më shumë muskuj se tru. Si e ke bërë këtë kombinim? Thot ai duke qeshur, ndërsa disa prej banorëve fillojnë të qeshin me shakan e tij. Jozi buzëqesh me ironi dhe tund kokën. Gjesti, ti s'mund ta kuptosh, se ndoshta nuk ke as njërën, as tjetrën. I përgjigjet ai, duke tentuar t'ia kthejë me të njëjtën monedhë. Gjesti qesh dhe i vendos një dorë në shpatull. Po pra, Jozi, unë të paktën e pranoj që nuk jam ndonjë supermen si ty, po ti, pse nuk pranon që truri yt punon pak më ngadalë se bicepsat? Banorët fillojnë të qeshin edhe më shumë, duke pritur reagimin e Jozit. Ai e shikon Gjestin me një shprehje të lehtë sfiduese dhe ngrihet në këmbë. Dëgjoj, Gjesti, nëse do të flasim për tru, mos u mundo të më provokosh, se ndoshta të duhet pak më shumë përvojë që të arrish nivelin tim. Gjesti vazhdon të qesh dhe ngre duart në shenjë dorëzimi. Mirë, mos u acaro. Unë thjesht po bëja shaka. E di që zemrën e ke të madhe, edhe pse mendja ndonjëherë të lë pas. Jozi tund kokën dhe ulet sërish, duke qeshur me ironi. Po mirë, Gjesti, do të shohim se kush do të dalë më i zgjuar në këtë lojë. Tensioni mes tyre bie dhe të gjithë banorët vazhdojnë të qeshin me ngacmimet e tyre, duke e kthyer situatën në një moment gazmor mes tyre. Gjesti, i acaruar dhe me një ton sfidues, i afrohet Gertës në mes të oborit, ku disa banorë të tjerë janë të ulur dhe po bisedojnë.
Ai e shikon drejtë në sy dhe, pa e menduar 2 herë, i drejtohet me një fjalim të drejtë për drejtë. Gerta, dëgjo këtu. Nuk ke pse lodhesh më kot. Bëj gati valixhet që tani, se do të eliminoj direkt. Nuk ke më vend këtu. I thot ai me një buzëqeshje ironike, duke i bërë të tjerët të kthejnë kokën nga ata. Gerta e shikon me habi dhe pastaj qesh me përbuzje. Gjesti, më fal, po kush jeti që vendos kush ikën dhe kush qëndron? Mos ndoshta je bërë pronari i shtëpisë dhe se dim? Gjesti tund kokën dhe qesh me ironi. Jo, s'jam pronari i shtëpisë, por po të them me siguri që unë do të siguroj daljen tënde nga këtu. Ke bërë mjaft, e lodhe veten dhe të gjithë të tjerët. Gerta nuk tërhiqet dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse dikush do të dalë nga kjo shtëpi, atëherë të jesh i sigurt që nuk jam unë. Ti e ke problem me mua sepse unë nuk jam nga ato që heshtin dhe të ndjekin pas. Ti do njerëz që të binden, por unë nuk jam e tillë. Gjesti bëhet më serioz dhe i afrohet edhe më shumë, duke e sfiduar me shikim. Shiko, Gerta, mos mendo se ke ndonjë shans. Unë e di shumë mirë se si funksionon loja dhe ta them unë, ti nuk do të rezistosh gjallë. Gerta e shikon me inat dhe tund kokën. Shikoje veten më mirë para se të bësh plane për të tjerët. Ndoshta do të habitesh se kush del i pari. Ndërkohë, disa nga banorët fillojnë të komentojnë, duke parë që debati mes tyre po nxehet gjithnjë e më shumë. Duket se asnjëri nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe konflikti mes Gjestit dhe Gertës sapo ka filluar. Gjesti flet me Eglin në një moment të qetë, ndërsa të dy qëndrojnë ulur pranë njëri tjetrit, larg syve kureshtar të banorëve të tjerë. Ai e shikon drejtë në sy, me një shprehje të thellë dhe serioze në fytyrë, duke e bërë Eglin të kuptojë se ajo që do të thotë është diçka e rëndësishme për të. Egli, dua të them diçka që më ka qëndruar në mendje prej kohësh, nis ai, duke marrë një frym të thellë. Kam menduar shumë për të ardhmen time dhe për atë që dua të bëj me jetën time. Dhe diçka që dëshiroj me gjithë zemër është të bëhem baba. Së shpejti dua të kem një fëmijë, dua të krijoj një familje dhe të përjetoj atë ndjenjën e pabesueshme të qenit prind. Egli e shikon me habi, por edhe me një lloj ngrohtësie, duke u përpjekur të kuptoj seriozitetin e fjalëve të tij. Vërtet e mendon këtë, Gjesti? Nuk e dija që ishte diçka që e kishe kaq shumë në mendje, i thot ajo me një zë të butë, ndërsa e vështron me kureshtje. Gjesti buzëqesh dhe tund kokën. Po, e kam menduar shumë. E dua atë ndjenjën kur një fëmijë të vrapon drejt teje duke të thirrur babi. Dua të kem dikë për të cilin do të jem përgjegjës, dikë që do ta dua me gjithë shpirt dhe do ta mbroj në çdo moment. Dhe e di që ndoshta të tingëllon e çuditshme që e them tani, por unë i dua shumë fëmijët dhe mezi pres të kem timin. Egli buzëqesh lehtë, duke vënë re pasionin dhe sinqeritetin në fjalët e tij. Është një gjë e bukur, Gjesti. Të dëgjosh dikë që flet kështu për të ardhmen, për familjen, është vërtet e bukur. Por e ke menduar vërtet mirë? Një fëmijë është një përgjegjësi e madhe, nuk është thjesht një dëshirë e momentit. Gjesti tund kokën me vendosmëri. E di, Egli, e di shumë mirë. Nuk po flas për një gjë që e dua thjesht tani dhe pastaj ta harroj. Po flas për diçka që është në zemrën time dhe që e di se do të jetë pjesë e së ardhmes sime. Dua të jem një baba i mirë, dua t'i jap gjithë dashurinë time një fëmije, ta shikoj duke u rritur, ta mësoj gjëra, t'i jap gjithçka që nuk kam pasur ndoshta unë vetë. Kjo është një ëndër për mua. Egli e shikon edhe një herë, duke parë një anë të tij që ndoshta nuk e kishte vënë re më parë. Nuk e di çfarë të them, Gjesti. Është bukur që mendon kështu. Dhe e di që një ditë, kur të vijë ai moment, do të bëhesh një baba i mrekullueshëm. Gjesti buzëqesh, i kënaqur që e ndau këtë mendim me të. Faleminderit, Egli. Kjo do të thotë shumë për mua. Dhe ndërsa biseda vazhdon, duket sikur mes tyre është krijuar një lidhje më e thellë, një mirëkuptim i ri që ndoshta as ata vetë nuk e kishin pritur. Egli dhe Gjesti janë ulur pranë njëri tjetrit, të zhytur në biseda të ndryshme, kur papritur Egli vendos të ndajë një mendim që i ka shkuar në kokë prej disa kohësh.
Ajo e shikon Gjestin me një buzëqeshje të lehtë, sikur po planifikon diçka të çuditshme, por edhe të guximshme. Gjesti, kam një ide, i thot ajo, duke e parë drejtë në sy me një shprehje serioze, por edhe pak lozonjare. Gjesti ngre vetullat, i intriguar nga mënyra si ajo e thot këtë. Çfarë ideje, Egli? Çfarë po mendon tani? E pyet ai, duke buzëqeshur lehtë. Egli merr frym thellë dhe më pas e thot troç, po sikur kur të dalim nga këtu, të bëjmë një fëmijë bashkë. Gjesti shtanget për një moment, duke e parë me habi. Nuk e kishte pritur as pak një propozim të tillë nga ajo. Ai qesh lehtë, duke menduar se ndoshta ajo po bënte shaka, por kur sheh seriozitetin në fytyrën e saj, kupton se ajo e ka menduar vërtet këtë ide. Egli, ti po e thua seriozisht? E pyet ai, duke e parë me një shprehje të përzier mes habis dhe dyshimin. Po, e kam menduar, i përgjigjet ajo, duke ngritur supet. Më ke thënë që do të bëhesh baba, dhe unë nuk e di, thjesht po mendoja që ndoshta ne mund ta bënim këtë gjë bashkë. Të kemi një fëmijë tonin kur të dalim nga këtu. Gjesti largohet paksa dhe kalon dorën në flok, duke u munduar të përpunojë atë që sapo dëgjoi. Ai nuk e kishte menduar kur një gjë të tillë, sidomos me Eglin. Për të, kjo ishte një temë shumë serioze dhe jo diçka që mund të vendosej kaq lehtë. Egli, e vlerësoj shumë që po më thua këtë, por nuk e di, nuk më duket një ide e mirë, i thot ai sinqerisht. Egli duket pak e zhgënjur nga përgjigjja e tij. Pse jo? Ti vetë ke thënë që dëshiron të bëhesh baba, apo jo? Po, kam thënë, por kjo nuk është diçka që mund të vendoset kështu, si një lojë apo si një plan spontan, shpjegon ai me një ton të bull. Të kesh një fëmijë është një përgjegjësi e madhe, Egli. Nuk mund ta vendosim thjesht këtu brenda, në këtë shtëpi, sikur të jetë një sfidë apo një plan për të ardhmen. Duhet ta mendosh mirë një gjë të tillë. Egli pshërtin dhe tund kokën. Ndoshta ke të drejtë. Thjesht më erdhi si mendim. Por gjithsesi, ishte një ide interesante, apo jo? Gjesti qesh dhe e shikon me një shprehje të bull. Po, ishte një ide interesante, Egli. Por për mua, ende është shumë shpejt për ta menduar diçka të tillë. Egli buzëqesh lehtë, edhe pse brenda saj ndihet një ndjesje e çuditshme, si një përzierje mes zhgënjimit dhe mirëkuptimit. Edhe pse ajo e hodhi idenë me shaka, një pjesë e saj ndoshta kishte dashur një përgjigje ndryshe. Megjithatë, biseda e tyre lë një hije intrigë mes tyre, duke e bërë marrëdhënien e tyre edhe më të ndërlikuar.